Luizi dhe Kiara si dy yje hollywoodi shfaqen në një sekuencë nga filmi duke ikur në vizat e bardha. Luizi i veshur shik me një kostum të zi, kepuce të zeza, kemisha e bardhë shumë shik, ngjan si agenti James Bond, ndërsa Kiara Tito si Jennifer Lopez me një fustan ngjyrë ari e punuar me fije dhe e kombinuar me nuanca një palë taka që i shkojnë me ngjyrën e fustanit. Cifti është kaq perfekt, ku çdo detaj e kuruar në imtësi. Shohim që të dy ngrejnë syt drejt dronit që i filmon nga larg të bukurave. Ciftit është se sekuenca është xhiruar në moment dhe çdo gjë është kaq spontane. Mezi po e prisni filmin, ka me qenë një super film ku Cifti e ka marrë me shumë zell dhe pasion. Bravo Cifti, ju duam suksese të mëtejshme. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi i personazh.